Në një forum ndërkombëtar të sigurisë në Halifax, në Kanada, disa senatorë amerikanë demokrat, republikan dhe të pavarur kritikuan ashpër planin e paqes të presidentit Donald Trump që po I kërkon Ukrainës pranojë për t'i dhënë fund luftës me Rusinë. Plani prej 28 pikash I hartuar nga administrata Trump dhe nga Kremlini pa pjesëmarrjen e Ukrainës përfshin lëshime të rëndësishme ndaj Moskës, përfshirë dorëzimin e territorëve të pushtuara. Senatorët argumentuan se një marrëveshje e tillë do të shpërblente agresionin rus dhe do t'i dërgonte sinjal të rrezikshëm udhëheqësve të tjerë me ambicie territoriale. Gjatë forumit, senatorët thanë se biseduan me sekretarin e shtetit Marco Rubio, I cili I siguroi se dokumenti I publikuar nuk ishte plani zyrtar I Shtetit Bashkuara, por një pjesë dëshirash ruse. Rubio thuhet se po udhton drejt Gjenevës për diskutime me evropianët e Ukrainës. Senatorët si Jean Shaheen dhe Mike Rounds theksuan se shumë pjesë të planit janë papranueshme dhe se administrata nuk është përgjegjëse për versionin në shpërndar. Kritika erdhi nga figura të tjera republikane. Senatori Tom Tillis tha se deklarata e Mitch McConnell kundër planit nuk shkoi mjaft larg, ndërkohë presidenti rus Vladimir Putin e përshëndeti dokumentin duke thënë se mund shërbej si një bazë për marrëveshje nëse SBA bindu Ukrainën. Zelenski nuk refuzoi publikisht, por kërkoi një trajtim të drejtë në bashkëpunim me partnerët. Forumi u mbajt në sfondin e marrëdhënieve të tensionuara SBA-Kanada të përkeqësuara nga politika tregtare dhe retorika e Trumpit.